do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese për këtë. Arbitrar që bie ndesh me bazën juridike, me bazën kushtetuese. Jemi dëshmitar që shpërndarja e kuvendit sot paraqet një akt të paprecedent i cili bie ndesh me rendin ton kushtetues dhe ne do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese për këtë. Nuk ka asnjë arsye sepse duhet të ndodhte një akt i tillë sot në mëngjes. Për një rrymë tuaj me kërkesën e qeverisë, sot në ora 14 ka qenë e ftuar një seancë parlamentare për shqyrtimin e marrëveshjeve ndërkombëtare me vlerë rreth 100 milion euro projekte në interes të qytetarëve. Veprimi i sotëm për të shpërndarë kuvendin, legjislaturën e 10, është qartazi në kundërshtim me kushtetutën, është një veprim arbitrar që bie ndesh me bazën juridike, me bazën kushtetuese dhe që natyrisht të cënon funksionimin kushtetues të institucioneve. Kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk ka asnjë boshllëk kushtetues për sa i përket rrethonave të shpërndarjes së kuvendit. Në kontekstin aktual, për sa i përket zgjedhjes së presidentit apo të presidentit së Republikës, Kushtetuta e Kosovës paraqet dy momente të shpërndarjes së kuvendit dhe natyrisht shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme. Momenti i parë është sipas Neni 86 paragrafi 6, kur pas nisjes së procedurës për zgjedhjen e presidentit të Republikës, edhe në raundin e tretë me pjesëmarrjen natyrisht e quorum, dështon zgjedhja e presidentit të Republikës qoftë me 61 vota për, moment që nuk është në situatën aktuale, dhe rrethona e dytë kushtetuese është që pas fillimit të procedurës, brenda 60 ditëve, Kuvendi i Kosovës nuk arrin të zgjedhë një president pavarësisht epilogut. Natyrisht, sot jemi në ditën e parë të afatit 60 ditor. Ende pa u bërë 24 orë, edhe 59 ditë procedurë që Kuvendi të përpiqet për të zgjedhur presidentin e Republikës, ne kemi dekretin për shpërndarje të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Natyrisht që dekreti është në kundërshtim të plot me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe përbën po ashtu një cënim të drejtë për drejtë të rendit kushtetues, për cilin padyshim siç ata dhe kryetarja e grupit parlamentar, ne do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese me kërkesë kundër këtij dekreti, si dhe me kërkesën urgjente për masë të përkohshme për të kufizuar efektet dhe pasojat e parikuperueshme dhe të pakthyeshme në një rrethon aktuale që pamundson funksionimin e institucioneve në mënyrë ligjore, kushtetuese dhe në përputhje natyrisht me vullnetin e dalur nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Është për të ardhur keq pas një dyshim që presidenti i Republikës, që është garantuese funksionimit të institucioneve, funksionimit kushtetues të institucioneve, ndërmerr një veprim të tillë arbitrar në kundërshtim me Kushtetutën në ditën e parë të afatit 60 ditor për të shpërndarë kuvendin, ndërkohë që e ka përgjegjësinë për të mundësuar funksionimin kushtetues të secilit